Mirëmbrëma dhe mirë se vini në emisionin No Filter. Edhe këtë edicion të keni mundësi të kuptoni të ngjarje dhe tema të rëndësishme nga showbizi vendor dhe ndërkombëtar për këtë javë. Këngë të reja, rrëfime dhe lajme interesante janë vetëm disa nga materialet që do t'ju prezantoj. E transmetojmë fillimisht një blok të shkurtër të lajmeve nga showbizi vendor dhe rikthehemi përsëri në studio. Gjeneta Fetahu ka reaguar ashpër në rrjetet sociale ndaj tentativave të shumta për t'i marrë llogarinë e saj në Instagram. Përmes një shkrimi të publikuar në profilin e saj, Gjeneta ka shprehur habin për atë që po ndodh, duke thënë: "Nuk e kuptoj pse gjithë ky tentim me marrë Instagramin tim. Kujt jam duke ja marrë bukën prej gojës?" është shprehur ajo. Tutje, Gjeneta shtoi në llogaritë e saj dhe të fansave të saj se janë bërë objektiv sulmesh të vazhdueshme. A pak I keni marrë 10 llogaritë të fansave të mi? Kujtojmë se disa javë më parë, Gjeneta bëri bujë në media pas publikimit të audio-incizimeve të bisedave të saj me fituesin e Big Brother VIP Kosova, Drilon Rama. Në një nga incizime, Driloni dëgjohet duke I kërkuar takim Gjenetës në orët e vona të natës, duke shprehur hapur dëshirën për ta parë atë. Ghetto Gjizi ka lansuar këngën e tij më të re me titull Baba, një projekt që ka ngjallur reagime të ndryshme nga publiku. Disa e kanë pritur me entuziazëm, ndërsa të tjerët nuk kanë guruar të shprehin pa kënaqësi për atë që po e konsiderojnë si një dështim total. Një pjesë e komentuesve janë shprehur të zhgënjur me këtë këngë, duke thënë se nuk ishte asgjë jashtëzakonshme dhe se kishin pritur më shumë. Nuk është diçka wow, prita më shumë, shkruan një nga komentuesit. Një tjetër ka shkruar: "Inshallah nuk e ki krejt albumin si kjo, se dështim total. Ka kaluar koha e baba mama, ndroje lapsin pak." Në anën tjetër ka pasur edhe mbështetje të fortë për Ghetto Gjizin dhe stilin e tij të veçantë. Disa fansa theksojnë se repi pa getin është si peshku pa detin, duke e konsideruar atë një emër të paevitueshëm në industrinë e repit dhe muzikës shqiptare. Gjithashtu ka pasur edhe komente që vlerësojnë identitetin që ai ka krijuar me emrin Ghetto Arselimi, duke theksuar se ai meriton respekt për gjithçka që ka arritur. Vetëm ata që marrin vesh e kuptojnë këtë, s'është për fëmijë. Historia vet është Ghetto Arselimi. Meriton respekt çka do që bjen, e qysh e bjen. Megjithatë, ai vazhdon të jetë një nga emrat më të njohur dhe më të pëlqyer në skenën muzikore shqiptare. Shaolin Gang kanë bërë të ditur tashmë se do të publikojnë albumin e tyre më të ri titulluar Tululu 3. Në një intervistë të fundit Blunt the Real, diskutuan për karrierën e tyre muzikore dhe për projektet e estradës shqiptare në përgjithësi. Ata u shprehen për angazhimin që është I nevojshëm për të qëndruar në majën e skenës për një periudhë të gjatë. Për me mbet një hit, duhet me kalu më shumë se 10 vjet, tha Blunt, duke nënkuptuar se suksesi I vërtet në muzikë kërkon kohë dhe punë të vazhdueshme. Në vazhdim, ata theksuan se shumë nga këngët e tyre të vjetra janë ende të dëgjuara dhe të pëlqyera nga publiku, duke treguar se ata kanë arritur të kalojnë provën e kohës. Shaolin Gang numëroi disa nga hitet e tyre më të njohura, të cilat edhe sot vazhdojnë të dëgjohen mjaft shumë, pavarësisht se janë publikuar para shumë vitesh.
Gjatë edicioneve të fundit të Big Brother VIP, si në Kosovë ashtu dhe në Shqipëri, disa nga banorët brenda shtëpisë u befasuan kur u takuan me ish-partnerët e tyre. Kjo bën që Big Brother VIP të duket si një eksperiment social apo një arenë për rikthime të qëllimshme dhe takime të përzgjedhura për klikime. Publiku bazuar në reagimet për këtë ngjarje duket i hutuar dhe i pasigurt për motivet dhe idetë prapa tyre. Javën e kaluar, aktori Olsi Byliku foli publikisht lidhur me momentet që e kanë përmendur në edicionin aktual të Big Brother VIP Albania. Ai u shpreh se ishte shqetësuar për faktin që emri i tij është përmendur në kontekstin e një lidhje të kaluar me banoren Egli Tako, e cila ndodhet aktualisht brenda shtëpisë së Big Brother VIP. Ajo që më shqetësoi më shumë ishte fakti që nuk ishte asnjë koment për partnerën time aktuale. Kujtojmë se Olsi dhe Egli Tako ishin në lidhje shumë vjeçare para disa viteve. Gjatë kësaj jave, Olsi u shfaq si surprizë në spektaklin e Big Brother VIP Albania në Prime për një përballje të drejtë për drejtë me Eglin, një takim që, sipas reagimit të saj, nuk ishte as pak i pritur. Paraqitja e tij nuk u prit me entuziazëm nga publiku, duke pasur parasysh se Olsi është aktualisht në një marrëdhënie tjetër dhe konsiderohet tashmë një pjesë e së kaluarës për Eglin. Takimi mes tyre ishte i ngarkuar emocionalisht, por mbeti brenda kufive të një bisede të ftohtë dhe formale, të paktën nga ana e Eglit. Egli, e cila duke e zënë ngushtë nga situata, u shpreh: "Kur jam dar, e kam kërkuar shumë këtë takim që të ndodhte dhe nuk ndodhi kurrë. Dhe se si po më duket që po ndodh këtu tani, ndaj jam pak i konfuzuar sepse nuk e prisja fare këtë takim këtu." Kjo situatë ka ngjallur diskutime të shumta mes audiencës të këtij spektakli, duke ngritur pyetje nëse Big Brother VIP po kthehet në një format ku, përveç surprizave nga njerëz të afërt, në përgjithësi kanë filluar të jenë të ftuar ish-partner, ndonjëherë jo për të sqaruar realisht marrëdhëniet, por mbase për të përfituar vëmendje, famë apo për të krijuar situata që sjellin edhe më shumë audiencë në këtë format. Kujtojmë se edhe në Kosovë në këtë reality show, Drenusha Latifi pati befasi ish-bashkëshortin e saj, e cila para se të bëjë pjesë e këtij formati, e kishte denoncuar për dhunë. Ish-bashkëshorti i saj, që nga hyrja e tij, u bë një nga emrat më të komentuara, më të përcjellur gjatë këtyre muajve. Situata mes ish-çiftit Ferro dhe Arbenita mbetet e tensionuar dhe ndërlikuar, ndërsa Ferro përgatitet për rikthimin e tij muzikor me një këngë që duket të jetë një pasqyrim i përvojave të tij personale. Këtë javë ai ka bërë një postim ku akuzon avokatën e ish-bashkëshortës së tij për mashtrim profesional. Për çfarë bëhet fjalë, kuptoni tani. Feronit Shabani, i njohur për publikun si Ferro, ka publikuar një deklaratë ku shpreh shqetësimin e thellë për pamundësinë e tij për të takuar vajzën e tij të mitur, Nina Shabani. Përmes një postimi në rrjetet sociale me hashtagun drejtësi për Ninën, artisti ngre akuza për mashtrim profesional, siç tha ai, ndaj avokatës Blinera Osmani, motra e presidentes së Kosovës Vjosa Osmani. Sipas Ferros, ai është përballur me mungesë kontakti me vajzën që nga tetori i vitit të kaluar, pavarësisht se ka ndjekur të gjitha rrugët institucionale dhe ligjore për të mundësuar lidhjen prindërore me të bijën.
Ai pretendon se ka pasur kontakte të drejtë për drejta me avokatën Osmani, e cila i ka premtuar kontakt me vajzën nëse ai do të nënshkruante një marrëveshje të caktuar. Kam nënshkruar marrëveshjen pa asnjë kusht tjetër, me shpresën dhe bindjen se do të më mundsoj kontakti me vajzën time, tha mes tjerash reperi. Tutje, ai tregoi se pas përmbushjes së kushteve, avokatja është tërhequr nga çdo përgjegjësi, duke deklaruar se klientja nuk po i lajmërohet. Ferro shpreh gjithashtu zhgënjimin e tij të thellë në sistemin e drejtësisë në Gjilan, duke theksuar se gjykata themelore e këtij qyteti nuk ka marrë asnjë hap për të gjetur vendodhjen e vajzës apo për të ndërmjetësuar kontaktin mes tyre. Para disa jave, Ferro ka zbuluar një pjesë të një këngë të re e cila pritet të publikohet së shpejti. Nga përmbajtja e saj, duket se reperia ka dedikuar këtë këngë ish bashkëshortës së tij Arbenita Ismailit dhe vajzës së tyre. Ai shpreh dhimbjen për mungesën e vajzës, duke theksuar se nuk e ka parë për shumë muaj. Përveç kësaj, në tekstin e këngës, Ferro nuk kursen fjalët për Arbenitën, madje i bën të fala dhe avokatës së saj, pra motrës së presidentës. Në shtator të vitit e kaluar, gjatë një interviste ekskluzive në emisionin Kompas në ATV, Ferro shprehu shqetësimet e tij mbi situatën me Arbenitën. Ai pretendoi se ish bashkëshortja e tij kishte udhëtuar me vajzën e tyre në disa vende pa lejen e tij, duke ngritur kështu një çështje juridike të ndërlikuar për kujdesarinë e fëmijës. Nga ana tjetër, Arbenita pati mohuar akuzat, duke i cilësuar ato si të pabazuara dhe të pavërteta. Ajo e akuzoi Ferron se ka përhapur informacione të rrejshme, përfshirë edhe pretendimin se ajo ka falsifikuar dokumente apo ka tentuar të kidnapoj vajzën e tyre. Sipas saj, këto pretendime u përhapën nga mediat pa asnjë provë të vërtetë, duke e vendosur atë në një pozitë të vështirë. Blero është një emër që tërheq gjithmonë vëmendjen, jo vetëm për muzikën e tij, por edhe për romancat që shpesh janë në qendër të vëmendjes së mediave dhe fansave. Patëm thënë se Hollywoodi ka Tom Cruise, e ne kemi Bleron, i cili ka krijuar një profil të ngjashëm të lidhjeve të dashurisë me aktorin e famshëm. Pra, jetë profesionale të suksesshme e lidhje dashurie shpesh të ndërlikuara, por për aq sa zgjasin, për këngëtarin janë mjaft të bukura. Por çfarë na zbuloi Bleron nga e dashura e tij e re gjatë kësaj jave, kuptoni tani. Blero ka ndarë së fundmi me ndjekësit e tij në rrjetet sociale një fotografi me partneren e re, por pa zbuluar plotësisht fytyrën e saj, duke ngjallur kurreshtje të madhe tek audienca e tij. Kjo nuk është hera e parë që këngëtari ndan momente të tilla. Disa javë më parë, ai publikoi një foto nga një darkë romantike me vajzën me flokë të zeza, duke lënë të kuptohet për një lidhje të re. Blero është komentuar shpesh për marrëdhëniet e tij romantike, veçanërisht pas ndarjes nga ish bashkëshortja e tij, Afrona Dika. Në deklarata të mëparshme, ai ka pranuar se kokfortësia e tij ka luajtur një rol të madh në prishjen e martesës. Siç të kam thënë edhe privatisht, pjesa shumë kryesore e mosfunksionimit të martesës sonë jam unë, kishte thënë ai në një rrëfim të sinqertë për Afronën. Ai gjithashtu ka shprehur keqardhje për vendimin që mori në atë kohë, duke pranuar se qëndrimi i tij në Kosovë në vend të ndjekjes së Afronës në Zvicër ishte një gabim i madh. Në maj të vitit të kaluar, Blero u shpreh në një intervistë se një pjesë e përmbajtjes së podcastit të tij me Afronën ishte bërë nga një lloj inati për një person që, siç tha ai, hala e du.
Ai konfirmoi se bëhet fjalë për ish të dashurën e tij, Bebin, ashtu siç e quante ai, duke shtuar: "Është një akmarrje ky podcast me Afronën." Bebi i dikurshëm i Blerus quhet Ana Sulejmani dhe jeton në diasporë. Pavarësisht të kaluarës së trazuar në jetën sentimentale, duket se Blero ka nisur një kapitull të ri. Duket se këngëtari po kalon kohë të bukura me të dashurën aktuale, megjithse fytyra e saj nuk është bërë ende publike, interesimi për të dhe për marrëdhënien e tyre mbetet i lartë në rrjetet sociale dhe media. Jemi mësuar që të dëgjojmë thumba mes reperëve, këngëtarëve, por mes dy moderatorëve ndodh shumë rrallë. Arbana Osmani dhe Ledion Liço nga miq të mirë për shumë vite, duket se po rikthehen në rival. A do të rikthehet ndonjëherë komunikimi mes tyre në një formë të hapur apo do të vazhdojnë të thumbohen? Publiku si gjithmonë mbetet spektatori më i vëmendshëm i këtyre skenave të paqarta televizive, se për çfarë e kanë fjalën e kuptoni përmes materialit në VM. Dikur koleg të pandar dhe meq shumë të afër. Arbana Osmani dhe Ledion Liço duket se sot ndodhen në kaje të ndryshme të një komunikimi që po ndodh vetëm përmes mikrofonit dhe shpesh përmes mesazheve me thumba. Ndonë se asnjëri prej tyre nuk e ka larguar njëri tjetrin nga rrjetet sociale, më konkretisht Instagram, sinjale që vijnë nga deklaratat publike, mbase bëjnë të duken sikur të kenë një raport të ftohur. Në një fjalim të fundit publik që mënjherë bëri e honë në media, Arbana Osmani u shpreh për periudhën e vështirë të largimit nga Big Brother. Para 2 vitesh u dorëzova, u largova nga ajo studio e madhe televizive zemërthyer, duke e ditur shumë mirë që mund të ishte hera e fundit që do të shkelja aty. U largova duke menduar nëse kolegët miqtë e mi të shumë viteve do të kishin guximin të më shkruanin e të më flisnin, pasi të mos isha më prezantuese e famshme e Big Brother. Tutje Arbana tha se në kulmin e suksesit të karrierës së saj, ajo vetë se kishte vendosur largimin e saj nga televizioni. Nga ana tjetër, në prime të Big Brother VIP, e drejtuar tashmë nga Ledioni, pasi honës që bëri fjalimi Arbanës, ai vendosi të mbyllte emisionin me një fjali që ngjalli jo pa komente. Ka diçka më të ulët dhe më të rrezikshme se sa të gënjesh të tjerët, është të gënjesh vetën. A janë këto deklarata thjesht rastësi në kohë, apo pasqyrë një raporti që nuk është më si dikur? Kjo ende mbetet e paqartë. Në mesin e gjithë kësaj vëmendjeje publike, një vështrim në Google Trends tregon se këtë javë interesimi i publikut për Arbana Osmanin ka qenë ndjeshëm më i lartë krahasuar me Ledionin. Pavarësisht zërave që flasin për një distancë mes tyre, si Arbana Osmani, ashtu dhe Ledion Liço, mbetën 2 emra të rëndësishëm në televizionin shqiptar, secili me rrugëtimin dhe sukseset e veta. Tani është momenti për t'ju njoftuar me më të rejat nga bota e Hollywoodit. Madonna dhe Elton John janë pajtuar pas një periudhe tensioni. Meghan Markle ka rrëfyer për eksperiencën e saj pas lindjes, duke zbuluar se ka luftuar në heshtje, ndërsa Russell Brand ka mohuar akuzat për dhunim seksual. Më shumë rreth këtyre lajmeve do të mund të kuptoni tani. Grindja e gjatë dhe ashtë përmes Madonës dhe Elton John më në fund ka marrë fund, pasi këngëtari The Tiny Dancer i kërkoi falje dhe e luti që ajo ta falte.
Ribashkimi i papritur ndodhi prapas skenës në Saturday Night Live, ku Elton John ishte i ftuar. Krahas një fotografie në Instagram ku të dy ikonat e muzikës përqafohen, këngëtarja e Vogue ndau se ka qenë një fanse e përjetshme e Eltonit dhe se dikur ishte fshehur nga shtëpia për ta parë atë në koncert kur ishte në gjimnaz. Madonna pranoi se i kishte lënduar fakti që John kishte bërë komente të ashpra ndër vite, duke përfshirë edhe momentin kur ai e ofendoi rënd. Gjatë dekadave më kalunduar, të di që dikush që admiroja aq shumë e shprehte publikisht pakënaqësinë e tij ndaj meje si artiste, nuk e kuptoja, tha ajo. Meghan Markle ndau një eksperiencë tepër personale dhe shqetësuese shëndetësore që përjetoi pas lindjes së fëmijës së saj. Ajo kishte përjetuar presion të lartë të rrezikshëm të gjakut dhe komplikime të tjera të rënda. Meghan e ndau këtë përvojë me mikeshën e saj Whitney Wolfe Herd, e cila gjithashtu e ka përjetuar këtë. Ajo theksoi se ishte e vështirë të menaxhonte gjithçka, ndërkohë që po përballej me këtë gjendje, duke ju dhënë gjithashtu një mesazh fuqizues për faktin se shumë betejë luftohen në heshtje dhe kur je në qendër të vëmendjes publike. Russell Brand po mohon akuzat për përdhunim dhe sulm seksual. Kam qenë i varur nga droga, nga seksi dhe një idiot, por ajo që kur nuk kam qenë është një përdhunues. Lutem që ta shihni këtë. Policia Metropolitane e Londrës njoftoi se Brand do të akuzohet për përdhunim, sulm seksual. Russell Brand është një aktor, komedian dhe autor britanik, i njohur për stilin e tij të veçantë dhe shpesh provokues. Ai fitoi famë performancat e tij komike dhe rolet në filmat si Forgetting Sarah Marshall dhe Get Him to the Greek. Ka disa të famshëm milionar që kanë bërë deklarata të fuqishme lidhur me pasurinë e tyre, duke thënë se nuk do t'u alon trashëgim fëmijëve ose se pasuria do të ndahet shumë më pak mes tyre. Për shembull, së fundmi Bill Gates, një nga njerëzit më të pasur në botë, beson se cili është fëmijët milionar nuk është nder. Secili prej fëmijëve të tij do të marrë një pjesë shumë të vogël të pasurisë së tij, edhe pse është një shumë e konsiderueshme. Gates ka theksuar se ky vendim nuk ka të bëjë me paratë, por me dëshirën për të inkurajuar fëmijët të jenë të pavarur dhe të arrijnë suksesin e tyre personal. Ai ka treguar se preferon që shumicën e pasurisë ta dhurojë për bamirësi, se për çfarë bëhet fjalë kuptoni përmes materialit në vazhdim. Bill Gates ka zbuluar së fundmi se secili prej fëmijëve që ka me ish bashkëshorten Melinda French Jennifer, Rory dhe Phoebe do të marrë më pak se 1% të pasurisë së tij. Kjo gjithsesi përbën një shumë marramendëse prej rreth 1.55 miliard dollarësh në total, por për Gates vendimi nuk ka të bëjë me paratë. Në një podcast të fundit, Gates shpjegoi se dëshiron që fëmijët e tij, të cilët kanë pasur një rritje dhe arsimim të shkëlqyer, të kenë suksesin e tyre personal, duke thënë se ka vendosur që nuk do të ishte një e mirë për ta, t'u alinte gjithçka trashëgim pas vdekjes. Nuk po u kërkoi të drejtojnë Microsoftin. Në vend të kësaj, ai është përqendruar që t'u jap një bazë të fortë dhe t'i inkurajojë të jenë të pavarur. Gates tha se ua ka bërë të qartë fëmijëve që në moshë të hershme filozofinë e tij dhe dëshirën për të ndihmuar më të nevojshmit. Nuk dëshiroj që fëmijët të ngatrojnë ndonjëherë mbështetjen dhe dashurinë që kej për ta, shpjegoi ai. Mendoj se është me rëndësi t'u shpjegosh që në fillim filozofinë tënde, që do t'i trajtosh të gjithë njësoj dhe do t'u ofrosh mundësi të jashtëzakonshme. Gates ka qenë i qartë prej vitesh se shumica e pasurisë së tij do të shkojnë në fondacionin Bill and Melinda Gates.
Ai është gjithashtu një nga themeluesit e iniciativës Giving Pledge, e cila inkurajon miliarderët të dhurojnë pjesën më të madhe të pasurisë së tyre për bamirësi. Melinda, e cila do të publikojë një libër autobiografik më 15 prill, ndon një çështje të ngjashme ndaj jetës. Përtej punës në fondacion, përmes organizatës së saj Pivotal Ventures, ajo vazhdon misionin për fuqizimin e grave dhe vajzave, duke dhuruar miliarda në këtë drejtim. Kërkon guxim të ndërtosh një jetë ndryshe, tha ajo për revistën People. Bill dhe Melinda u divorcuan në vitin 2021, kur fëmijët e tyre ishin të rritur. Më e vogla, Phoebe, ka folur hapur për mënyrën se si të jesh një fëmijë i njohur, Nepo Baby, ka ndikuar në vetbesimin e saj në universitet, duke thënë se ka ndjer presion për të dëshmuar veten pavarësisht privilegjit. Shikues të dashur, para se të përmbyllim këtë edicion të emisionit No Filter, dua të falenderoj kolegjin AAB, British School of Kosova dhe Golden Eagle që kanë bërë të mundur këtë emision. Falenderit që ishit pjesë të këtij edicioni dhe po kujtoj që përveç faqes zyrtare në Facebook ATV Live, ju mund të na bëni follow edhe në Instagram NoFilter_ATV. Natën e mirë.